Unë i bëj thirrje gjithë shqiptarëve, sepse i vetmi vend, pra, është Rriolli sot. Tokat e gjithë shqiptarëve janë rrezik. Në qoftë se Rriolli do përmbyset nga kjo qeveri dhe nga këta pushtetarë, atëherë na nuk do të ketë më asnjë të drejtë, asnjë qytetar në Shqipëri që të kërkojnë pronat e marrëna nëpërmjet forcës pushtetit. Nuk jemi në vitin 1997 që këto parti kërkuan që të luftojnë veri kundër jugut, jugu kundër veriut, dhe sot jemi për të bërë thirrje gjithë që të jenë të gatshëm të vinë dhe të solidarizohen për këtë situatë, sepse situata nuk është normale. Mund të agravojnë në veprime të rrezikshme. Unë ju bëj thirrje që çdo shqiptar ta ketë vëmendjen tek Rriolli, ta harxojë një ditë në çdo rast që ka protesta, sepse do jenë për të mirën e